Ushimi ka dhënë ai. E di që ushimi ka dhënë ai. Jo. Se ti po je pushim, po më mirë ajo se sa ato që thua ti më. Se ti kujton se më vret mua ajo që thot Aldo. S'më vret fare. Se nuk e ndjej. Mua më vrasin fjalët që i ndjej unë. Po mua ajo fjalë nuk më vret fare. Sepse nuk e ndjej fare atë gjë. Mua më vrasin këto intriga që thot jo, intriga pa besit. Të gjitha këto shpife që bën ti mbi karakterin tim mbi të gjitha, sepse në kapika më të forta të karakterin është pikërisht për të shmangur gjitha këto që ti thua. Që unë pikërisht në këtë lojë nuk kam përdorur as intrig, as shpifje, as tika mbrapa kurrizit, pas shpine, as goditje në mbrez, as gjë të tillë. Unë kam bërë një lojë të drejtë. Ku e ke parku motorin? Dakor. Kam bërë një lojë të drejtë. Ku e ke parku motorin? Lëre motorin. Ku e ke parku motorin? Kështu që ato që thua ti dhe që i thua gjithë ditën se u bërë ti me Rozanën dhe duhet të më godasësh mua në atë mënyrë. Unë nuk jam me Rozanën për këtë gjë. E di që si as me Rozanën, po mënyra se si po e luan lojën kundra mi dhe kundra Rozanës unë ta kuptoj shumë mirë. E kuptoj shumë mirë që po dhe me Rozanën. Ishe ti vetëm, vjetë që zhëmëlla ertin. Ta them se që po bën. Duke neti afër Rozanës, sepse di shumë që Rozana i mi pret njerëzit se s'ka fytyrë. Rozana s'ka shtynë kurizore, s'ka as karakter. Edhe pse ti ke thënë ato fjallën, një sekundë që t'ja mbaroj dhe. Edhe pse ja ke thënë ato fjallën nga fillimi i Big Brotherit, ato fjallë me B pika të tjera, ajo nuk falet. Ajo është një fjallë që mua Valbona Ajsa më tha dhe unë nuk e fala kur në këtë shpiqin atë moment. Dhe ditën që doli. Dhe Rozana, për hir të kësaj loje, Rozana se kështu është edhe jashtë, se mëski karakteri Rozana jashtë. Po për hir të asaj loje, Rozana po e tregon karakterin e vetë. Normal. Dhe nuk i bën përshtypje fare, Rozana në çoje deri në fund fare shkele, nuk i bën zero përshtypje. Dhe duke ofruar ti dhe ajo duke të pranuar ty, ajo ul veten e vet. E kupton? Ajo ul veten e vet. Jam tash jam dallavere, e di. Ti jap mirë dorë. Ul veten e vet. Ti nuk e ke problem. Ti se ke probleme se ti e di shumë mirë deri ku do shkosh. I thjesht do me ul Rozanën, po pse e bën me mua këtë se bën shpifur, do me ngrit veten tënde. Godit aty ku duhet. Shumë mirë, shumë bukur ke bërë që ke bërë televizje. Kjo është lëvizje që është e bukur. Më pëlqen, sepse ti mund ta bësh, se ti s'ke çka humbet këtu. Ti çka ke fituar në këtë lojë, në këtë shtëpi ke fituar të gjitha. Qa ka fitu më se doli me zërgji, shajti njëni, shajti tjetër, shqyqysh zotit, Ka sa po rrim ti, gjedi i gotë mirë ka. Ti thua Bereqanës, rregullje. Imazhi duhet ta rregulloje me Tani mos e mundova me hedh diçka më. Jo, nuk ta hedh. Po eko mashkullore erdhe ta rregulloje. Tani këtu s'lon. Tani këtu s'lon, mos e mundova mirë me bunjolla gjatë me hajtjave i ti. Me Lori me gjestin e bëre ti. Sepse u akmore e bëre me Olën. Dhe e more me Olën akmarin. Dhe ndërkohë kishe përballë publikut, jo përballë Lorit, ta kam thënë. Se s'kam njohur asnjë për ju që njiheni këtë bashkë dhe i bëni këtë gjëra stisura. Prit. Lori me veprimin me Rezin, mamën e Lorit e takove, fejesën e bëre, në suit vajte, nuk i qap, domethënë s'ke çfarë bën më tani, e ke marr atë. Maksimumin e kësaj shtëpie. Amër budall ku s'u taku më përpara. Je shumë bon, njozi që ti kategorizohesh ke lojtarit e fortë. Nuk kategorizohesh dot. Dhe prandaj e duke bërë këtë. Ti rrin afër Rozanës që turësh pikët e Rozanës, sepse Rozana del pa karakter aty përballë teje, se po të flet. Një njeri që me të thënë atë fjalë, të vitë të flasi, do të thotë ajo s'ka karakter, ti je në rregull. Por nga ana tjetër, po më bën goditje dhe mua sepse kujton ti se do dalësh në një nga fortit e shtëpisë, nuk del dot. E këtë kohë. Unë jam. Këtë lëvizje. Ti jam ke bëni herë gjë mu? Nuk jem. As i gjë s'kam. S'ke kapacitet në bëjë. As i gjë, po s'dua më të bëj. As ty, as kujt. Nuk mundet. Ti me qef. Ti me qef, a di çfarë bën? Me të bë dallavere. A di çfarë bën? Me të bën ty. Ti me qef. Po zbiun në gropat tuaja. Zbiun në gropat tuaja. Po kush ka rënë në gropat e mia? Zbëj. Ka rënë dikush në gropat e mia? Gabime me rënë në gropat tuaja.